Afati për dorëzimin e deklaratës vjetore të ardhurave për periudhën janar-dhjetor 2025 është 31 mars i vitit 2026. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur se kanë detyrim për të deklaruar të ardhurat personale vjetore për vitin 2025 individët me të ardhura vjetore mbi 1.2 milion lek nga të gjitha burimet. Po ashtu, detyrimi vlen edhe për individët që të paktën një muaj të vitit 2025 kanë qenë të punësuar pranë më shumë se një punëdhënësi. Detyrim për të dorëzuar divan kanë gjithashtu edhe individët që kanë realizuar të ardhura mbi 50.000 lek, për të cilat nuk është paguar tatimi në burim, si të ardhurat nga platformat Booking, Airbnb, YouTube e të tjerë. Për herë të parë me ndryshimet në ligjin për procedurat tatimore, prindërit dhe kujdestarët ligjor me të ardhurat të ulta dhe të mesme do të mund të përfitojnë këtë vit kompensim ushqimor dhe arsimor për fëmijët në ngarkim përmes deklaratës vjetore të ardhurave personale Diva 2025. Skema synon të lehtësoj barrën financiare të familjeve, duke ofruar zbritje nga baza tatimore në varësi të numrit të fëmijëve dhe shpenzimeve të kryera për arsimin e tyre. Përfitimi u takon atyre që deklarojnë në Diva 2025 fëmijët në ngarkim dhe shpenzimet për katëse arsimore, ndërsa kushti kryesor mbetet që të ardhurat e tatueshme vjetore të mos tekajlojnë 1.2 milion lek. Për çdo fëmijë në moshën 18 vjeç, aplikohet një zbritje tatimore që korrespondon me shumën prej 48.000 lekësh, ndërsa shpenzimet arsimore të fëmijëve në ngarkim parashikohet një zbritje totale deri në 100.000 lek. Kërkesa për përfitimin e këtij kompensimi bëhet vetëm një herë dhe paraqitet nga antari i familjes që ka të ardhurat më të larta vjetore. Autoritetet sqarojnë se e drejta për përfitim mbetet edhe në rastet kur individi nuk ka detyrim ligjor për të dorëzuar deklaratën Diva 2025. Procesi i rimbursimit realizohet përmes sistemit e-filing pas dorëzimit të deklaratës, ku nga përllogëritjet rezulton mbi pagesë. Më pas, aplikuesi duhet të paraqesë një kërkesë për rimbursim në modulin Çështjet e mia, pyetje e përgjithshme, duke bashklidhur dokumentet e nevojshme përfshirë të dhënat e llogarisë bankare personale, certifikatën familjare dhe dokumentacionin justifikues për shpenzimet arsimore, si kontratat me institucionet përkatëse dhe faturat e pagesave, përfshirë edhe ato për kurset e gjuhëve të huaja.